Andaj juve, si gazetar kronike, jeni pothuajse si të gjithë strukturat e policisë shtetit në fush betej. Pra, jeni ata për të kapur krimin, ju për të informuar publikun. A ka pasur raste kur krimi organizuar, apo banda, apo element caktuar, kanë tentuar të kërcënojnë, të intimidojnë gazetar për mos publikuar fakte të dhëna rreth aktivitetit tyre kriminal? Pra, në një farë mënyre jeni kërcënuar dhe ju, apo media kërcënohet? Pafund, patjetër. Në cilat janë format që ta përdorin? Telefonata, marrin direkt, ha? Dhe të marrin direkt vetë, se disa kollaj kanë të gjejnë numrat. Patjetër, ne jemi njerëz publik. Më thënë, nuk kanë dhe lidhjet ata, se ne nuk se kanë publiku diku, por e kanë shumë kollaj sepse kanë lidhjet dhe ata. E gjejnë numrin shumë lehtë. Marrin direkt në telefon, bëni mesazh, por ka një gjë. Janë shumë të kujdesshëm gazetarët. Dhe këtu duhet të kuptojmë që gazetarët në Shqipëri nuk janë prekur nga krimi. Ka dhe ata sikletet e tyre. A ndjen presionin mediatik, ndjen shumë. Reagojnë shumë shpejt në gjë që thuhet në media. Reagojnë shumë shpejt. Por nuk janë prekur, presionet e tyre i bëjnë, pafundësisht kolegë me të cilët komunikojnë. Dhe unë ndër ta që më kanë marrë në telefon, që shiko se mos e përmend, po mos e bëj, që mos ta përmend. Ky profesion i Joni kur mbulon kronikën e zezë të detyrimisht i ti të kesh kontakte me ata të cilët akuzohen si anëtarë të botës krimit. Tani, vija jote e kuqe, shumë e hollë. Ti shkon atje për të marrë informacione, për të njohur strukturën, për të gjitha me radhë, por kaq. Momentin që fillon shpërblehesh me diçka të vogël, aty e ke mbyllur misionin tënd si gazetar. Aty duke i shërbyer asaj gjëja. Dhe unë them që është përgjegjësi shumë individuale e gjithë secilit. Dhe është një vizh shumë e kuqe, është e hollë kjo gjëja. Do të bën secili kujdes, aq më tepër ata të cilët mbulojnë kronikën e zezë. Po edhe te politika. E njëjta gjë është.